edhe zoti Rama edhe zoti Berisha, prandaj duhet të Lakaj, para se të kalojmë edhe njerë tek Beqiri, me qënë se ke marrë pjesë në protest nga Kosova, kam parë që shumë të rinj, të reja, njerëz më në mosh, po thuaj se gjithë kategoritë e shoqërisë kanë në një formë ose tjetër ka përkrahur protestën, mirë po kanë qenë edhe fizikisht atje për t'i quar përpara kauzat. A duhet marrin pjesë shqiptarët e Kosovës në këtë protestë? Po e para, nënçmim më të madh kombit shqiptar në Shqipëri, se sa të ketë një kryeminist që deklaron që Mitrovica është tokë e askujt, që duhet të bëhet asociacioni, që duhet bëhet Ballkani i hapur, që nuk e mban mbledhjen e qeverive, domethënë i vendosi pari sanksionën, gjoja që po solidarizohen me BE-n duke i dhënë sanksione Kosovës, domethënë. Nuk ka më turp për shqiptarët se sa të kenë një kryeminist të tillë në Shqipëri. Te ai popull i cili na dha stre, na dha armë, na dha ushtarak, na stërviti për luftë UÇK-n, na futi në shtëpitë e tyre, na mbrojti, e dha diplomacinë e tyre, foli për neve, e do bashkimin. Si ka mundësi që të dëpërtoj të ngjitet një figurë antikombëtare në krye të Shqipërisë. Prandaj tema, a duhet të shkojnë kosovarët atje? Patjetër që duhet të shkojnë kosovarët në këtë protestë, sepse shqiptarët janë një këmbë dhe Shqipëria është një adhe. Mua më dhëm njëjtë për Mitrovicën, sikur më dhëm për Sazanën, si do të më dhimbte për Shëngjinin, sikur më dhëm për Plavën, sikur më dhëm për çdo. Adheu, kombi është sikur trupi. Po e prem gishtin, do të ndijmë dhimbje, po e prem gishtin e këmbës, përsëri ka dhimbje. Pra duhet të marrim në protestë, sepse është të turpshme që të kemi figura antikombëtare në drejtimin e shtetit. Dhe argumentet që ai nuk është në rrugën e kombit janë të shumta. Janë jashtëzakonisht të shumta. Në preambulën e Kushtetutës së Shqipërisë është i shënuar ideja dhe ideali i bashkimit të shqiptarëve dhe kujdesi që duhet të ketë Shqipëria për shqiptarët jashtë kufive. Dhe ky zotëria, do të thonë që fatkeqësisht është kryeministri i Shqipërisë, zgjedh që të krijojë madje një shtet bektashi brenda shtetit shqiptar, sepse bashkimin kombëtar ka arritur, territoret i ka zënuar, jo vetëm ato të Kosovës, po ka arrit një bashkim edhe më të madh dhe tani domethënë bën eksperimente të kësaj natyre. Pa si ka mundësi të mos shkojë një kosovar në protestë kundër një kryeministri që e drejton Shqipërinë jo në një politikë kombëtare. Pra është obligative dhe unë i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, shokëve të mi, brezit tim, atyre më të ri, atyre më të vjetër, që e ndjejnë Shqipërinë, ashtu siç duhet ta ndjejnë, që të ndihmojnë protestat e tyre, jo të shkojnë ta privatizojnë protestën, ta marrin foltorën aty ose të bëhen grupim kështu politik, por ta përkrahin derisa populli i Shqipërisë ta sjellë në krye një lider patriot që është i linjës kombëtare. E qartë, Beqiri